Të nderuar kolegë, fatkeqësisht ajo që po ndodh me zhvillimet politike në vendin tonë është 100% e kundërta asaj që presin dhe meritojnë shqiptarët. Ata me të drejtë pavarësisht bindjeve partijake duan më pak kriza, duan më pak vuajtje, duan më pak papunësi dhe më pak varfëri. Çfarë kërcënon sot jetën dhe të ardhmen e tyre? Pikërisht korrupsioni, kapja e shtetit, një administratë publike që po pastroj çdo ditë nga të kualifikuarit dhe po bëhet gjithnjë më tepër militante, e rrezikon mos funksionimi i shtetit ligjor. Si kanë kapërcyer vendet e tjera krizat, duke ngritur dhe mbështetur institucionet e shtetit ligjor, duke luftuar korrupsionin, duke luftuar kapjen e shtetit, duke ngritur një administratë të qëndrueshme dhe profesionale, duke ndarë dhe kontrolluar pushtetet dhe jo duke përqendruar pushtetin në mënyrë absolute tek një individ, aq sa ne i ngjajmë sot një mbretërie kryeministrore. Testi i parë se si një vend përballet me sfidat e tij janë pikërisht zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Janë në themel të kushtetutës së çdo vendi demokratik dhe janë në zemër të kritereve për të bërë dhe për ta merituar statusin e vendit të Bashkimit Evropian. Sigurisht, ato që rrezikohen më shumë nga ajo që po ndodh tani janë pikërisht zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Vendi ka ngecur në vend. Kriza politike dhe sociale mund ta dëmtojë akoma më shumë. Është e turpshme që ekonomistët e Partisë Demokratike nuk e qartësojnë për duartërkasi Sali Berishën se ku po shkon vendi dhe sa shpejt do të shikohet ajo në 23 qershor. Shqipëria ka dështuar 3 herë për statusin e vendit kandidat dhe çdo vend tjetër i Ballkanit po ecën shumë më shpejt se Shqipëria. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë kryer në të gjitha vendet. Janë kryer në Kosovë, janë kryer në Maltëzi, janë kryer në Maqedoni, janë kryer dhe në Serbi, dhe ato jo konsideruar të pranueshme. Vetëm një vend kohët e fundit ka pasur probleme me zgjedhje dhe ai është Venezuela. Zoti e dhënë që vendi i dytë që të klasifikohet vend me probleme në zgjedhje të mos jetë Shqipëria. Prandaj është dhënë rëndësi e veçantë gjithë procesit të përgatitjes së zgjedhjeve, të zhvillimit të zgjedhjeve dhe të nxjerrjes së rezultatit. Zgjedhjet do të kenë një rëndësi të jashtëzakonshme për kredibilitetin që do të bëhet vlerësimit se si funksionon shteti ligjor në Shqipëri. Zgjedhjet do të kenë një rëndësi të jashtëzakonshme për kredibilitetin e fituesit i cili duhet fillojë nga puna një herë dhe mirë. Zgjedhjet do të kenë një rëndësi të jashtëzakonshme për kredibilitetin e qeverisë së vendit, e cila përballë krizës së thelluar që ka krijuar Partia Demokratike, duhet të ketë patjetër një aleat që duhet të jetë ambienti politik në të cilën ajo do të funksionojë. Sigurisht që Partia Demokratike ndodhet në një moment kritik, pasi në mënyrë të përsëritur, në momentet kur ajo ndodhet përballë humbjes së pushtetit, gjithmonë ka sajuar kriza dhe shqiptarët e kanë paguar shtrenjtë. Partia Demokratike ka një mundësi që të mos ta prishë eksperiencën dhe traditën e krijuar në vitin 2005 në një tranzicion paqësor. Rotacioni politik është një proces i natyrshëm në të gjitha demokracitë dhe ai nuk mund të ndalet duke krijuar kriza. Ne duhet krijojmë modelin dhe standardet europiane, ku zgjedhjet krijojnë shpresë dhe jo frikë. Partitë politike deri në momentin e nxjerrjes së rezultatit mund të jenë konkurrente, janë kundërshtare, por nuk janë armike. Dhe me njëherë pas zgjedhjeve, ato janë të detyruara të bashkëpunojnë për ta nxjerrë vendin nga gërçet e krizat, për të bërë reformat e duhura në kohën e dur dhe me vullnetin e dur, me përgjegjësinë maksimale që Shqipëria të mos përsërit fatin e keq të krizave gjatë këtij tranzicioni që jo rastësisht ka ndodhur kur Partia Demokratike është detyruar ta lë pushtetin. Në këtë krizë ndaj procesit zgjedhor, çdo premtimi juaj për ulje takse, zgjidhje biznesi, për Shqipëri 1 euro, për hapje vende pune, për luftë kundër varfërisë mbetet një zero e madhe. Asnjë politikë ekonomike nuk funksionon për një vend në krizë, i cili është i prekur thellë nga korrupsioni, i prekur thellë nga kapja e shtetit dhe aq më tepër që në një mundësi për të ndarë me të shkuarat dhe përpara nga ardhmja që janë zgjedhje parlamentare, ju jeni kokfort për të krijuar një krizë të re politike. Ju nuk dëgjoni asnjë ekspertizë, ju nuk dëgjoni asnjë këshill, e cila vin jo vetëm nga ekspertët brenda vendit, por në mënyrë të përsëritur nga të gjithë partnerët strategjik të Shqipërisë. Po të shikoni lajmet e fundit, janë nisur drejt Shqipërisë personalitete nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe nga Europa pikërisht për të eliminuar mundësinë që Shqipëria të bie në një krizë të re politike, e cila do të thellojë më tepër atë krizë që ju mundohet ta fshini. Është e pamundur pa një ambient të ri politik
shqiptarët të shpëtojnë nga kriza e varfërisë, nga kriza e papunësisë dhe nga kriza e borxheve të rënda. Mendoni për ata dhe jo thjesht për karriget tuaja. Në rast të kundër, dështimi do të jetë i shumë thjeshtë. Faleminderit.